Të lindur në vitet 80-90, ata përballojnë më mirë sfidat e jetës, nëntë arsyet që shpjegojnë përse brezi që ka lindur në këto vite është më i fortë. Ata u rritën pa telefona inteligjent, pa rrjete sociale dhe pa mbikëqyrje të vazhdueshme. Pikërisht kjo i ndihmoi të zhvillonin durimin, pavarësinë dhe aftësinë për të ngritur pas dështimeve. Prindrit i donin dhe i kujdeseshin për ta, por nuk kontrollonin çdo hap të tyre. Pikërisht kjo liri ndihmoi të zhvillonin aftësi që sot konsiderohen shumë të vlefshme. Mësuan se dështimi nuk është fundi i botës. Ata nuk ishin frikë të provonin gjëra të reja, merrnin pjesë në gara, sporte apo aktivitete dhe nuk ishin më të mirët. Refuzimet dhe zhgënjimet e vogla i mësuan të ngriheshin sërish dhe të provonin përsëri. Fjala e dhënë kishte peshë. Kur linin takim me dikë, nuk ishte mesazhe të minutës së fundit apo aplikacione për të ndryshuar planet. Nëse premtuan se do të ishin diku, zakonisht e mbanin fjalën. Kjo u mësoi përgjegjësi dhe besueshmëri. Bënin gjëra pa pritur miratim nga të tjerët. Shumë prej tyre mësonin një instrument, vizatonin, ndërtonin modele apo merreshin me hobi vetëm sepse u pëlqente. Nuk ishte pëlqime, like apo follow ndjekës që t'i motivonin. Motivimi vinte nga vetë kënaqësia e aktivitetit. Nuk mund t'i largonin njerëzit nga jeta me një klikim. Pas një zënke të nesërmen përsëri takoheshin në shkollë ose lagje. Nuk ekzistonin bllokimet në rrjetet sociale. Kjo i mësoi të zgjidhnin konflikte, të duronin njerëz të ndryshëm dhe të bashkëjetonin me ata që nuk i pëlqenin. Dinin të krijonin vetë argëtim. Kur nuk ishte internet apo disa kanale televizive, fëmijët shpiknin lojra, aventura dhe mënyra të tjera për t'u argëtuar. Pikërisht, mërzia zhvilloi imagjinatën, kreativitetin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme. Flisnin me njerëz të panjohur. Për të telefonuar një shok, duhet të flisnin fillimisht me prindrit e tij, duhet të pyesnin vetë në bibliotekë, të porositin ushqim ose të kërkonin ndihmë nga të rriturit. Kjo u zhvilloi aftësinë komunikuese dhe vetbesimin. Mësuan të prisnin episodin e radhës së serialit të preferuar, zhvillimin e fotografive apo transmetimin e një filmi në televizion. Jo çdo gjë ishte e disponueshme menjëherë, ndaj durimi u bë pjesë e jetës së tyre. Nuk ankoheshin për asgjë. Nëse një dyqan nuk kishte produktin që kërkonin ose një sportel ishte mbyllur, duhet ta pranonin situatën. Nuk kishte rrjete sociale ku të shprehnin menjëherë pa kënaqësinë e tyre. Kjo u mësoi të përballeshin me zhgënjimet pa dramatizim. Kalonin orë të tëra jashtë kontaktit. Luajtja në lagje, ngasja e biçikletës dhe shëtitjet pa telefon ishin pjesë normale fëmijërisë. Kalonin shumë kohë vetëm me mendimet e tyre, gjë që i ndihmoi të zhvillonin pavarësi emocionale dhe aftësinë për të përballuar vetminë. Jo gjithçka ishte më e mirë. Sigurisht ajo fëmijëri nuk ishte idealja. Disa fëmijë mbeteshin pa mbështetjen e nevojshme dhe shumë probleme kalonin pa u vënë re. Megjithatë, ekspertët theksojnë se kjo është mënyra e rritjes që i ndihmoi në zhvillimin e cilësive si pavarësia, durimi, përgjegjësia dhe këmbgulja dhe aftësia për të përshtatur me situatat e vështira. Nuk ishte një trajtim i planifikuar për jetën, por shumë njerëz kjo gjë rezultoi të ishte një shkollë e vlefshme për të përballuar sfidat e një moshe më të rritur.